I kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit bisedës me kryetarin e lëvizjes Vetëvendosje zotin Albin Kurti. Ishim duke folur dhe përfunduam pjesën e dytë rreth idesë së bashkimit të Kosovës me Shqipërinë në këtë kontekst ku i shihni shqiptarët e Maqedonisë. Mendojmë që nuk është i mundur bashkimi kombëtar për një herë gjithandej trojeve shqiptare, të cilat janë të ndarë me kufi që na i kanë vënë të huajt me dhunë. Dhe një detaj i rëndësishëm këtë aspekt është konferenca e Londrës, korriku vitin 1913, kur Sir Edward Grey thotë që shqiptarëve u bën një padrejsi të madhe, mirë po këtë e bën për ta fituar paqen në botë. A thua se shqiptarët rrezikonin paqen në botë dhe për të dëshmuar falsiteti i kësaj deklarate, erdhi lufta e parë botërore një vit më pas. Pra ja se çfarë ndodhi, paqja në botë u prish, ndërkohë që shqiptarët mbetën të ndarë. Pra nuk mendojmë që në këtë moment tash mund ta bëjmë bashkimin kombëtar gjithandej nëpër Ballkan, ku jemi popullsi shumicë. Kemi pasur shansin në vitin 1912, ku në këtë shans mbase kishte edhe më shumë rrezik se shans. Kemi pasur vitet 1944-45, e kishim konferencën e Bujanit, e cila u zhvlerësua me kuvendin e Prizrenit. Mund thuhet që ka qenë edhe shansa në vitin 1989-91, por në këto momente nuk mendojmë që bashkimi kombëtar mund të ndodhë për një herë në mënyrë organike, por duhet të ndodhë me shumë angazhim në mënyrë agregative. Pra, le të fillojmë prej hapit më të domosdoshëm dhe më të rëndësishëm tash për tash, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Më pastaj duhet të ndihmohen shqiptarët në Malzi, në Lugin Preshevës dhe në Maqedoninë Perëndimore, në Lirit. Duhet të ndihmohen që të organizohen sa më mirë. Ty mund të të takoj e drejta, por e drejta nuk realizohet nëse s'ke organizim. Shqiptarët si keni vetëm Maqedoninë Perëndimore, janë edhe në Shkup. Sigurisht, domethënë nuk po mendoj shqiptarët në Maqedoni pa Shkupin, kurse se jo, sepse deri para 30 vjetëve është konsideruar që qyteti me më shumë të shqiptar ka qenë Shkupi. Domethënë tash më mend kemi ardhur në situatë ku disa thonë që qyteti i dytë shqiptar është Athina, sepse aq shumë ka të shpërngulur, ndërkohë që dihet se historikisht sa shumë kanë kontribuar shqiptarët në themelimin e shtetit grek me Marko Boqari në 1821. Pra, kudo që janë shqiptarët në Maqedoni, si në aspektin kulturor e arsimor, si në atë politik, po ashtu në atë socioekonomik, duhet të bashkohen, të organizohen. Pa organizim nuk ka të drejta të realizuara. Të drejtat të mesin formale dhe nuk aktualizohen. Marrëveshja e Ohrit në Maqedoni më shumë pati efekt qarmatos në shqiptarëve se sa realizimin e të drejtave. Kur do të shkruhet historia se çfarë bëri kjo marrëveshje e Ohrit, do të dalë që efekti kryesor ka qenë demilitarizimi i UÇK-s, Ushtrisë Shqiptare Kombëtare. Nuk do të dalë që fituan këtë apo atë të drejtë, sepse shqiptarët atje mbesin të diskriminuar të nënpërfaqësuar. Konkretisht në gjykata, në administrat, pra shërbyset civil, në për ministri, polici, mandej në për ndërmarrje të ndryshme, në përgjithësi shqiptarët mezim rrin 10%. Ndërkohë që në bazë regjistrimit të fundit të popullsisë janë më shumë se çereku i popullsisë. Pra, ajo që ka duhet më zhvillu të shqiptarët në Maqedoni është më u stërhollu, më u sofistiku edhe më u afirmu kritika. Duhet krijojmë qytetarë shqiptarë me mendje kritike, të cilët e kundërshtojnë dimensionin nacional shovenist të shtetit maqedon, i cili po i shfrytëzon e po i shtyp shqiptarët. Pra, nuk mjafton vetëm të themi se jemi shqiptar e të flasim shqip, por me gjuhën tonë shqipe të artikulojmë kritikën tonë, që do të jetë politiko-kombëtare, por duhet të jetë edhe socio-ekonomike. Në Maqedoninë pushtet nuk kemi vetëm parti maqedonase, zoti Kurti. Kemi edhe subjekte vazhdimisht nga pavarësia e Maqedonisë, shqiptarë që i përfaqëson shqiptarët aty. Jam në dieni normalisht të kësaj pune, por mund ta them një gjë që paradoksalisht në mënyrë demokratike shqiptarët në Maqedoni po dekurajohen për demokraci. Për shkak se ata po zgjedhin në votime për partitë shqiptare, të cilat më pastaj po përzgjedhen prej partisë fituese maqedonase. Pra, ti kur zgjedh një parti
prej poshtë, e cila më pastaj eventualisht përzgjedhet prej lart, ti je dekurajuar për demokraci. Nga 2008 kjo gjë ndryshoi. Po vetëm mendoj që edhe më tutje zgjedhja jon po seleksionohet mandej prej lart. Nuk mendoj që kultura përshtypja të shqiptarët Maqedoni është që pobre ne po zgjedhim, por në fund do të përzgjedhen dhe si prej lart. Edhe kjo duhet ndryshoj. E para, e dyta, shqiptarët në përgjithësi po i lëm partitë politike. Duhet që ta zhvillojnë mendimin kritik, ta kuptojnë që po diskriminohen sepse janë shqiptar, por nuk mjafton që ta luftosh diskriminimin duke thënë se jam shqiptar. Duhet ta kritikosh diskriminimin dhe të organizohesh rreth asaj kritike, e cila formsohet më pastaj edhe në program politik. Por unë jam i vetëdijshëm edhe për një çështje tjetër që shqiptarët në Maqedoni në konfrontim, në ballafaqim me shtetin Maqedon nuk mund t'ja dalin vetë. Pa Prishtinën e Tiranën nuk mund t'ja dalin vetë. Shqipëria dhe Kosova kanë obligim për shqiptarët në Maqedoni. Nëse ne lejojmë që shqiptarët në Maqedoni të ballafaqohen me qeverinë Gruevski, ndarës prej Kosovës e Shqipërisë, atëherë do të prodhohen brodeca të ri. Ne kemi nevojë që të kemi sa më shumë organizim dhe aktivitete, i cili edhe ndihmohet e mbështetet prej Tiranës e Prishtinës. Mendoj se këtë gjë edhe duhet ta kërkojnë shqiptarët e Maqedonisë gjithnjë më shumë. Ishit tashmë në reagimin pas incidenteve të fundit që ndodhen në Maqedoni? Ju e dini që Maqedonisë Greqia nuk ja njeh emrin, Serbia nuk ja njeh kishën, e Bullgaria nuk ja njeh kombin dhe po gjuhën, po mendoj që kjo mosnjohje prej jashtë te konjunktura elita politike kulturore maqedonase ka prodhuar një krizë të identitetit për brenda, i cili shpërfaqet në këtë inflacion të monumenteve dhe të miteve. Në anën tjetër, shqiptarët ja pranojnë që të gjitha këto Maqedonisë dhe Maqedonës. Ja pranojnë edhe shtetin, edhe emrin, edhe kishën, por Maqedonia as nuk është mirënjohëse as falendëruese për këtë. Përkundrazi, tamam qysh Serbia nuk është falendëruese për koncesionet që ja bën Kosova, edhe qeveria Gruevski nuk është fare falendëruese për koncesionet që ja bën shqiptarët. Ata konsiderojnë që të arriturat e tyre në kurriz shqiptarëve nuk janë rezultat i gjenerozitetit të shqiptarëve, por rezultat i kokëforcisë edhe i vendosmërisë së tyre që shpesh herë merr edhe forma të dhunshme. Mendoj që nuk duhet të kemi iluzione që qeveria Gruevski do të jetë ndonjëherë falendëruese për shqiptarët që po rrinë urt, për shqiptarët që nuk po organizohen, për shqiptarët që nuk po i kërkojnë të drejtat e tyre, për shqiptarët të cilët nuk po punojnë e angazhohen në përgjithësi. Domethënë, ne me këtë rast nuk e fitojmë as falënderimin e tjetrit, por vetëm dëmtimin e vetës tonë. Dhe sa më herët që vetëdijsohemi, emancipohemi për këtë, do të jetë më mirë. Atje shqiptarët duhet që kritikën e tyre ta përkthejnë natyrisht edhe në program, edhe në aktivitete paqësore, pse të mos bëhen tryeza, konferenca, tribuna, tubime të shqiptarëve ku diskutohen hallet e tyre. Jo vetëm kuptimin e le të themi simboleve, sa ato janë shumë të rëndësishme, po jo vetëm në të kuptim, po edhe në kuptimin e diskriminimit të halleve të njerëzve në shtypjen e përditshme që ju ndodh atyre. Sepse secili shqiptar në Maqedoni ka pafund rrëfime gjatë jetës së tij të shtypjes e të shfrytëzimit që është bërë. Po këto rrëfime duhet të dalin në sferën publike. Dhe këto rrëfime duhet të sublimohen në një kritik të përbashkët kombëtare, që duhet të mbështetet të ndihmohet edhe prej Prishtinës e Tiranës, por mos harroni, kjo duhet të artikulohet shpesh, shumë dhe qartë prej vetë shqiptarëve, sepse janë autokton. Autokton duhet të jetë edhe zëri i tyre, edhe angazhimi i tyre. Si është vlerësimi juaj për politikën e qeverisë Gruevski, si ndaj shqiptarëve, por edhe në përgjithësi për këtë proceseve evrointegruese? Ne dimë se në Maqedoni, por edhe Maqedona si tjetër shqiptarët e dinë se janë pengi një çështje të hapur me Greqinë dhe nuk mund të lëvizim nga ajo pikë ku kemi ngelur në proceset integruese. Për bindjen time,
është e qartë që qeveria Gruevski, duke pa se nuk mund të ndryshoj të tashmen, duke parë që nuk ka një ofertë e alternativ të qartë dhe të drejtë për të ardhmen, përpiqet të transformoj të kaluarën. Dhe kjo është me të vërtet një betejë çuditshme me mullit e erës, mbas edhe më keqsaq. Shqiptarët duhet të jenë vazhdimisht në komunikim me faktorët ndërkombëtar, dhe nëse Greqia ka arsye një herë që të mos ja njoftë shtetit të Maqedonisë emrin, për shkak se ai konsideron që Maqedonia gjeografike përbëhet prej 3 pjesëve të Maqedonisë dhe në vetë emërtimin Maqedoni ka një dimension hegemonist. Shqiptarët kanë 2 fish apo 3 fish më shumë arsye që mos ja pranojnë emrin Maqedonisë. Shqiptarët duhet t'i bëjnë të qarta koncesionet që i kanë bërë dhe të tregojnë se nuk po shpërblehen për ato koncesione, prandaj edhe do të mund t'i tërheqin mbrapsht ato koncesione. Gjithmonë me gjuhën e të drejtave politike, civile dhe socioekonomike në rrafshin universal të konventave evropiane dhe ndërkombëtare. Pra ne duhet të shfrytëzojmë konventet ndërkombëtare dhe evropiane për të drejtat tona, si një popull autokton që jemi, në kritikën kundër këtij shteti maqedon, kundër karakterit të këtij shteti dhe gjithmonë duke dashur veten tonë, duke respektuar veten tonë, duke u ndihmuar nga Prishtina e Tirana, por busulla jon, orientimi jon i përgjithshëm duhet të jetë i frymës së rilindasve kombëtar, të cilët aq shumë e kanë dashur Shqipërinë dhe pothuajse as pak nuk i kanë urrëtur të tjerët. Dhe mendoj që kjo i bën shqiptarët shumë të veçantë dhe kjo është një vlerë të cilët ne jo vetëm duhet ta ruajmë, por edhe ta ushqejmë e ta kultivojmë. Cili është bashkëpunimi i vetëvendosjes të Albin Kurtit me liderët apo subjektet politike të shqiptarëve të Maqedonisë? Ne më shumë kemi takime me intelektual, publicist, me student, me organizata të ndryshme studentore, shoqërore, OEQ. Jo rastësisht e bëra këtë pyetje për nuk e kemi para Albin Kurtin të vitë të takojë në një nga liderët e partive politike shqiptare. Po të gjithë e dinë se ne nuk jemi të kënaqur me programet që i kanë këto parti, nuk jemi të kënaqur me atë çfarë kanë treguar deri më tash, dhe nuk jemi të kënaqur me atë se si po sillen në kohën kur Maqedonia me nacionalizmin e vet shovinist, në mas të madhe antishqiptar, po e shndron në krime ndaj shqiptarëve, të cilët duket qartë se janë të orkestruara. Pra, nganjëherë heshtja e tyre e nganjëherë zhurma e tyre nuk është se neve na pëlqen shumë. Kjo nuk do të thotë që asnjë politikan aty nuk na pëlqen, po flas për orientimin e përgjithshëm. Dhe mendoj që edhe tek shqiptarët në Maqedoni, sikurse tek shqiptarët në Kosovë, ndryshimet e vërteta vijnë sikurse demokracia, prej poshtë, nuk vijnë prej lart. Mos harroni, na kena politikan tepër të pastër. Edhe kemi popullsi tepër të varfër. Njeriu që i ka 10 milion euro nuk e përfaqëson dot atë që ka me 10 euro në xhep. Prandaj këtu kemi edhe një distancë të madhe materiale, klasore, sociale, ku përfaqësuesit e qytetarëve shqiptar janë shkëputur prej interesit, mënyrës së jetesës dhe hallëve të atyre qytetarëve. Kjo nuk ndodh vetëm në Maqedoni, ndodh në Kosovë, ndodh në Shqipëri. Dhe mendoj që këtu kemi një krizë të madhe të përfaqësimit. Prandaj ne më shumë preferojmë që të takohemi me qytetarë të thjeshtë atje, të bashkëpunojmë me ta, të marrim vesh prej tyre. Pra mbase më shumë të mësojmë sesa ti mësojmë, sesa me politikanë të cilët se kemi një lloj skepticizmi tash pothuajse edhe fillestar, pikërisht për shkak se janë bërë shumë vite që bëjnë jetë në një botë virtuale, jo aty ku janë shqiptarët e varfër në përkëmbur me shumicë dërmuese, siç është rasti në Shkupën, Tetovë, Gostivare, në Struge, deri në Manastirin e Orë. Kur për herë të fundit keni qenë në Maqedoni? Në Maqedoni kam qenë para më shumë se sa një viti. Kam qenë në një tryezë në Mavrov, mas ne kam shkuar edhe në Tetovë, dhe unë kam shumë miqe dashamirës atje. Po ashtu kemi qenë edhe me rrjetin e organizatave shqiptare në Tetovë, në Universitetin e Evropës Juglindore kemi mbajtur një tubim, edhe ajo është para një viti e sa. Ka përshtypjen se Albin Kurti
si duket ka frikë të vinë në Maqedoni, për shkak se kishte një situatë të palakunshme kur në kthim u ndaluan nga policia dhe u morën pyetje. Jo, mu më patë ndaluar duke shkuar në Maqedoni, në te hani e leza aty te Blaca, po. Dhe më patë mbajt 5 orë një farë lloj arresti. Po mandej më lejun me kalu dhe unë prej asaj here ku më kanë mbajt aty ai ka qenë një lloj si as arrest nuk ka qenë si një lloj kidnapimi brenda zyreve të tyre, me çrast edhe policët e thjesht doganjerët nuk i njihin ata që më morën mua, me qenë se as nuk i treguan emrat, as nuk treguan numrat identifikues. Pra ishte një lloj dimensioni jo formal i vetë shtetit, i cili e thyen të ligjin e vetë për hir të karakterit të vetë që e ka nacional shovenist. Dhe ata u përpoqen që mua të më bindin se shqiptarët në Maqedoni na i pas kanë gjitha drejtat. Se Miloševići na pas ka bërë disa gabime, se Jugoslavia ka qenë kopsht me lule, dhe aty e kam pa një aspekt shumë të fuqishëm pro-serb të atyre që morën pyetje. Besoni, po të mos e disha ku jam, kisha menduar që janë serb. Sepse edhe flisnin serbisht në mënyrë të përsosur, por edhe shieshin që nuk ishin kështu, le të themi, pro-bulgar, por ishin nacionalist Maqedonas, por që edhe më shumë se aq ishin pro-serb. Dhe në këtë aspekt më duket që ata përpiqeshin të më friksonin mua sepse vetë ishin të friksuar. Maqedonia më duket sikur ai frikacaku i cili e ka një revolë në duar, po pikërisht për shkak se është vetë frikacak edhe mund vras. Por unë kam qenë edhe me shumë herë pas asaj, në vitet 2009, 2010 kështu me radhë, kam qenë shumë herë aty, po t'ju them drejtën tash, kjo hyrja jonë në institucione i ka pasur shumë gjëra të mira, por i ka disa handikepe sepse vëllimi i punëve na është rritur tepër shumë. Marrim pjesë në komisione parlamentare, na vinë pafund ligje, na vinë pafund përmirësime dhe ndryshime të ligjeve, të cilat duhet ka mbledhje shumë. Prandaj mendoj që një gjë që se nuk mund t'ju shohin shqiptarët në Maqedoni shpesh tu. Mendoj që nuk është se nuk shkoj, por sigurisht që do të shkoj shumë më shpesh. Cila është në fund krejt porosia për shqiptarët e Maqedonisë, por edhe elitën politike atje? Organizoni sa më shumë, mos leni rehat asnjëherë politikanët dhe gjithmonë dyshoni në qeveri. Zhvillojeni kritikën, bëjeni program dhe veprim. Ju falenderoj shumë që ndat kohë dhe pranuat ftesën të jeni bashkë me ne dhe shikuesit tanë në Rruga Drejt. Ju falenderoj shumë edhe juve dhe përshëndes gjithë shqiptarët në Maqedoni dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin programin e juaj, që ta ndaj këtyne kufive që një ditë duhet të heqë. Ju falenderit, të nërmër shikues, ju falenderit juve për durimin dhe vëmendjen me cilën në ndoqët. Bashkë mirupafshim, shihemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.